Studentët e Universitetit Fan Stylianoli në Korçë po gjejnë gjithnjë e më shumë mundësi punësimi, jo vetëm pas diplomimit, por edhe gjatë viteve të studimit. Një prej tyre është Ina Bala, studente e programit informatik biznesi, e cila aktualisht është e punësuar. Unë kam studiuar për informatik biznesi dhe aktualisht diplomohem dhe prej rreth 5 muajsh jam profilizuar në degën e marketingut, ku punoj në një agjenci marketingut këtu në Korçë. Dega që unë kam zgjedhur ndihmon studentët që të gjejnë mundësi punësimi si në degën e biznesit, ashtu dhe në degët e informatikës, digitalizimit e të tjera. Dhe kjo është një nga gjërat që mua më kanë ndihmuar më shumë për të nisur punë edhe në profilin tim dhe që më ndihmon edhe në zgjedhjet e masterit për më vonë. Sipas specialistëve të sektorit të karrierës dhe alumni, programet e studimit janë të orientuara drejt kërkesave të tregut të punës, duke i ndihmuar studentët të integrohen më lehtë në profesionet e tyre. Një pjesë e mirë e tyre janë të orientuar drejt sektorit privat, kjo për shkak të mundësive të menjëhershme të punësimit, por edhe për shkak të procedurave të rekrutimit që janë pak më fleksibël. Një numër i konsiderueshëm i tyre janë të punësuar në sektorin publik, pranë administratës shtetërore, por edhe pranë sektorëve të tillë si edukim dhe shëndetësi. Kjo sigurisht tregon besimin që institucionet publike kanë ndaj cilësisë të diplomuarve pranë auditorëve tanë dhe reflekton sigurisht dhe vlerat e formimit të tyre akademik. Gjatë studimeve, studentët përfitojnë orientim profesional, këshillim dhe mbështetje për zhvillimin e aftësive dhe gjetjen e mundësive të punësimit, duke krijuar ura lidhëse mes universitetit dhe tregut të punës.